Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që i ka çuditur të gjithë jap se duhet të mbani aloe vera në shtëpi. Aloe vera është e njohur gjerësisht për vetitë e saj në shëndetin ton fizik, por edhe mendor, pavarësisht nëse jeni duke luftuar me probleme të tretjes apo me kontrollin e glukozës, janë një vështrim në disa nga përfitimet të supozuara shëruese të bimës aloe vera popullore. Gjethet e një bime aloe vera janë të mbushura me një xhel të butë dhe tërësisht të pastër i cili është vlerësuar për efektin e tij hidratues dhe përfitimet e tjera medicinale. Janë një vështrim në disa nga kërkimet shkencore mbi aloe verën dhe perspektiva rreth 6 përfitimeve të saj të mbrojtura shëndetësore. Pluhuri i xhelit të aloe verës mundet të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një vrasës i heshtur, edhe pse disa njerëz nuk shfaqin asnjë shenjë apo simptom të gjendjes. Presioni i lartë i gjakut mundet të dëmtojë ngadalë enët e gjakut duke i vënë ato në rrezik për një goditje, sulm në zemër dhe komplikime të tjera. Aloe vera mundet të ndihmojë në stabilizimin e sheqerit në gjak. Humbja e peshës, një dietë e shëndetshme dhe aktiviteti fizik ndihmojnë në uljen e rrezikut të diabetit dhe përmirësimin e sheqerit në gjak, por ka gjithashtu prova të cilat sugjerojnë përfitimin e mundshëm të aloe verës në kontrollin e glicemisë, siç raportohet në një përmbledhje sistematike të shumë studimeve shkencore mbi xhelin e aloe verës. Mirë po sigurisht që të mirat e kësaj bime nuk përfundojnë këtu. Aloe vera mundet të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e dhëmbëve. Aloe vera mundet që të jetë një shtesë e papritur e dobishme për regjimin tuaj të shëndetit oral, fal vetive të saj të mundshme, kundër pllakës dhe kundër gingivitit. Aloe vera mundet gjithashtu të stimulojë edhe prodhimin e kolagjenit dhe nga ana tjetër të ngadalsojë procesin e plakjes së lëkurës. Aloe vera është e përdorur si një përbërës në produktet e bukurisë dhe gjithashtu hidratuesit deri tek maskat e lëkurës dhe për një arsye të mirë, kjo mundet që t'i atribohet vetive hidratuese dhe antiplakje të xhelit të saj. Xheli aloe verës është i popularizuar për qetësimin e inflamacionit të djegjeve nga dielli. Ky është padyshim një nga përfitimet më të njohura të aloe verës. Pas një djegje të keqe nga dielli, me siguri keni shkumzuar xhelin e bimës aloe vera mbi lëkurën tuaj për lehtësim. Xheli i aloe verës është një antidot për irritimin e lëkurës. Aloe vera nuk ka potencialin për të ndihmuar vetëm puçrat. Ajo mundet që të përmirësojë edhe gjendje të tjera të lëkurës. Efektet antiinflamatore të xhelit të aloe verës janë treguar gjithashtu të dobishme në trajtimin e psoriazës dhe të ekzemës. Bima e aloe verës është një nga kurat më të fuqishme që natyra na ofron sepse ajo arrin të shërojë të gjithë organizmin ton si nga brenda ashtu edhe jashtë. Për këtë arsye, mjekët këshillojnë që secila shtëpi të ketë një bimë aloe vera brenda saj. Nuk besohet të ketë njëri i cili nuk ka dëgjuar për përfitimet të cilat vijnë nga aloe vera. Prandaj, kohët e fundit ky lëng çuditëbërës ka fituar një vëmendje shumë të madhe dhe popularitet në mesin e njerëzve të cilët kujdesen për shëndetin e tyre. Çfarë është lëngu i aloe verës? Lëngu dhe xheli prodhohen nga gjethet e gjata të kësaj bime. Mund të duket e vështirë, por në fakt, gjethet e bimës munden që të japin një lëng në mënyrë tepër të thjeshtë. Priteni gjethe sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndahen në gjysmë sipas gjatësisë.
Siguroni që ta keni hequr të gjithë cipën nga gjethet pasi cipa e jashtme është tepër e rëndë për stomakun tuaj. Nxirreni më pas xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur kështu një thik. Pjesën e xhelit që keni përftuar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepërt e cila mund t'ju të ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Tashmë që jeni në fazën e fundit të kombinimit me lëngun e shtrydhur të frutave tuaja, ju mundet që të shtoni lëng portokalli, limoni të verdh ose limoni jeshil. Përzijeni së bashku dhe shijojeni këtë përgatitje. Megjithatë, duhet të keni parasysh që vetëm 10 gram në ditë nga xheli i aloe verës mjafton që ju ta kombinoni me lëngun tuaj të preferuar. Vlerat shëndetësore të lëngut të aloe verës duket se janë të pafundme, prandaj ne ju ftojmë ta dëgjoni këtë video. Pirja e lëngut të aloe verës ka vlera të shumta për shëndetin e organizmit tuaj, vitamina dhe ushqyes. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë ushqyesish, të cilët janë tepër të domosdoshëm, siç është për shembull vitamina A dhe E, magnezi dhe gjithashtu kaliumi. Këto janë dy shtyllat kryesore të mirëqenies tuaj të brendshme. Antioksidant. Tek lëngu i aloe verës ju do të mund të gjeni një sër antioksidantësh të fuqishëm, të cilët do t'ju ndihmojnë ju që të luftoni shenjat e plakjes dhe disa sëmundje, si edhe të largoni radikalet e lira. Gjithashtu, ajo ofron një mbështetje mjaft të fuqishme edhe për sistemin tuaj tretës. Sipas të ekspertëve, aloe vera përmirëson mënyrën tuaj të tretjes së ushqimit. Në qoftë se ju pini lëngun e aloe verës, ju do të arrini që të zvogëloni sasinë e acidit në stomakun tuaj dhe të parandaloni kështu edhe formimin e ulçërës. Avantazhe për funksionet e trurit. Gjithashtu, sipas studimeve shkencore, pirja e rregullt të lëngut të aloe verës ndihmon edhe tek funksionet e trurit për të kujtuar dhe për të mësuar, por njëkohësisht edhe përmirëson gjendjen tuaj të përgjithshme të humorit. Mbron edhe forcon njëkohësisht sistemin tuaj imunitar. Nga ana tjetër, duket se aloe vera ofron një imunitet të fortë dhe kjo është një nga përfitimet e saj më kryesore fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C që ajo përmban. Shëndeti dentar. Disa studime kanë treguar se pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin tuaj dentar dhe njëkohësisht për forcimin tuaj të dhëmbëve dhe për parandalimin e kavitetit. Mban nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë treguar se mjafton të pini rregullisht lëng aloe vera në sasi të kufizuara ditore dhe kështu ju do të mbani nën kontroll nivelin tuaj të sheqerit në gjak. Ky është një lajm i mirë për njerëzit të cilët të vuajnë nga diabeti dhe për këtë arsye ekspertët sugjerojnë që nëse doni të mbani nivelet e glicemisë nën kontroll, ju mundet të provoni lëngun e aloe verës. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!